ke, po shohim që je në momentin e vjeljes, me çfarë çmimi po e shet dhe ku po e çon? Jemi në momentin e vjeljes edhe kemi dalë, po bëjmë 10 ditë kemi dalë, kemi filluar me 1200 lekë kilën. Për momentin është diku te 900.000. Për momentin jemi të kënaqur. Inshallah vazhdon kështu se tregu është me ditë me orë tani dhe nuk ka bazën. Prodhimi është për tregun vendas apo për eksport? Për eksport. Komplet mallin e prodhojmë për eksport, nuk shumë pak shesin këtu në tregun vendas. Komplet për eksport me fjalë. Pikat e grumbullimit ju a marrin me këtë çmim apo çmimi ndryshon? Çmimi ndryshon me fjalë, nuk ka një kontratë me fjalë, që ta shesësh nga fillimi në fund, thjesht ndryshon. Ku e shet sot me 1000 lekë, nëse mund ta shesësh edhe me 800. Nuk ka baza me fjalë. Shpenzimet e juaja, a i mbulon ky nivel çmimi? Po ta shesim me 900.000, po. Deri këtu. Tavan. Deri këtu. Deri këtu me fjalë 900.000 jemi në rregull me fjalë. Më poshtë pastaj ndjejmë shumë vështirësi. Si lidheni me pikat e grumbullimit? Bëni një kontratë paraprake apo vetëm në momentin e vjeljes prodhimit? Vetëm në momentin e vjeljes, vëmë paraqesim mallin atje. E pëlqen edhe thot bjere ose mos e bjerë. Të ka ndodhur ndonjëherë që prodhimi të mbesë stok pa u tregtuar ose ke ta shesësh me çmim nën kosto? Shumë herë me fjalë, edhe kemi hedhur mallin edhe në kanal. Me fjalë. Kemi shitur edhe nën kosto. Ka pas momente me fjalë që edhe nën kosto, edhe kemi hedhur në kanal. Po ka pas dhe momente që edhe ne kemi dalë të kënaqur. Keni pas ndonjëherë mbështetje nga shteti? Mbështetje nga shteti dhe nëse jo, në ç'drejtim drejtim të doje që të subvenciononte? Nuk kemi pasur asnjëherë mbështetje nga shteti, edhe ato që janë me fjalë janë të papërfillshme me fjalë. 200.000 lekë, 300.000 lekë dylymi me fjalë. Ja ke dalë vetë? Ja kam dalë vetë. Për momentin, me punë, me djersë, ja kam dalë vetë. Din 3, 4.